raste, zakonisht njerëzit duhet lexojnë ose kush do të informohet mbi arsyet se pse bëhen këto propozime. Po ti lexosh ato janë gjenerike, nuk thon asgjë. Dhe ky është një hall shumë i madh. Kur preket një kod penal, praktikisht nuk është puna thjesht politike, ose kush e ka drejt, kush ka dorë për ta bërë. Kjo është fjala që është një shoqëri e tërë. Janë disa marrëdhënie që janë rregulluar në një mënyrë dhe ti tani krejt papritur thua prit stop se do t'i rregullojë ndryshe, nuk është kollaj. Dhe ne kemi këtë smundje, i prekim këto gjëra që janë të shenjta, ne i prekim me një lehtësi të frikshme. E kemi këtë, ne kemi prej kushtetutën. Kjo që thotë la kushtetutën, po takohen të rrogën ata. Po pra duhet që shënzira ty më se bëhet kushtetuta, e kupton? I bëjmë ne këto. Është diskutohet. Pra që ajo që i them pra në rezerva ime është kjo që kjo duhet pa me rezervë se si rri në pjesën tjetër. E para dhe e dyta. Nuk e besoj që është hequr drejt me thënë. Jo, dakord, me shumë gjas, janë shumë gjëra që kërkojnë më shumë vëmendje dhe më shumë punë kërkimore pra për t'i ballafaqur si kanë qenë si janë bërë. Eliazaj, edhe kjo që iqet këtu dhe vënë një vend tjetër, të paktën në opinion publik, sepse po themi për një nen shumë të rëndësishme, nuk po themi për një të them diçka në se më që nisëm shumë me impresione të përgjithshme, pastaj ndoshta ti do kalosh në nene të caktuara që janë dhe më shumë çështje penaliste. Shiko, ka një problem këtu në tërësi gjykoj unë. E para njëherë ky është një kod, një reformë e kodit penal i cili është bërë pa debat publik. Nuk ka marrë interesin e caktuar të debatit publik. Sigurisht atë ministria, ai që drejton duhet të dalin nesër ministri i drejtësisë në një konferencë për shtyp, do mos gaboj pikërisht për këto ndryshime. Sigurisht kanë bërë takime grupet e ekspertëve me universitete, me që edhe ne kemi pasur në universitetin tonë ftesë për të marrë pjesë me pedagogët e tjerë, por nuk ka debat publik. Dhe shiko, kodi penal nuk është një çështje teknike. Që ftohen në diskutim vetëm jurist, në kuptimin ekspert, në kuptimin teknik të fjalës. Sociolog, psikolog. Pikërisht pra, kodi penal ka një politikë penale, në kuptimin ka karakter sociologjik dhe ideologjik politika penale. Në këtë kuptim është pa debat publik, nuk shofni ka një karakter apo jo, se më kanë pyetur dhe ata që kanë hartuar. Dhe nuk më kanë kthyer përgjigje, edhe i kanë pyetur drejt për drejt në diskutim këtë thënë. Më thuaj, ky kod, çfarë karakteri ka? Është kod konservator, liberal, çfarë fryme ka? Çfarë fryme ka? Se ka një dallim shumë të madh. Për shembull, konservatorët kanë një mendim negativ për natyrën njerëzore dhe aplikojnë dëshkime më të ashpra, po themi, se thonë njeriu ky është nuk ndryshon. Liberalet kanë një natyrë më pozitive për njerëzit dhe duan ta rekuperojnë njeriu dhe jo thjesht ta ndëshkojnë. Ka dallime të mëdha sociale, kulturore, ideologjike, edhe politika penale. Unë nuk e gjej këtë karakter. Elementi i tretë, ka një, atë që e tha dhe pak Ylli, ka një dizinteresim total të opozitës shqiptare për këtë debat. Po total, sepse një nga arsyet është që e quajnë veten të pa nevojshme. Dhe elementi i fundit, këto janë efektet të 83 mandateve Erle. Këtu jemi. Pra nëse bëhet një kod çfarë do thuash efektet e 83 mandateve? Efektet kur një forcë politike në parlament ka 84 mandate, që s'ka nevojë për palën tjetër për ta aprovuar kodët. Ka luksin që të votojë policisë. Pse themi ne? Aty do ndalen, drejtori i policisë dhe parkimit dysh. Pse e kemi ngritur ne alarmin që kemi bërë këtu që a rrezikon demokracia shqiptare me këtë super mazhorancë të Partisë Socialiste? Ja, këto janë efektet e 84 mandateve. Që bëhet kodi penal që është një nga ligjet më të rëndësishme në vend, pa debat publik, pa pjesëmarrjen e opozitës e cila është komplet e disinteresuar për kodin penal, nuk ka asnjë qendrim se ç'e tha. Opozita ka besim te mazhoranca. Jo, ka një element tjetër, sepse e quan veten të padomosdoshme, nuk e ndikon dot mazhorancën. Është e përfuqishme. A justifikohet që ta lej këtë debat fare, nuk justifikohet, nuk duhet ta lej. Nuk është vetëm debati se duhet ta vazhdoj vetëm një sekondë. Efektet e një 83 apo 84 mandat, pra mazhoranca 3/5 në parlament që ka Partia Socialiste sot, këto janë efektet. Këto do jenë efektet e reforma territoriale që do flasim më vonë. Ja, do t'i flasim më vonë. Kjo është historia. Më shumë se sa debati publik, që është i rëndësishëm, nuk diskutohet, vetëm se është shumë e rëndësishme kjo. Ligjet kësaj natyre kërkojnë studime paraprake. Po ju jap një rast. Kur u vendos ligji i gjakmarrjes në 45-ën për herë të parë në Shqipëri dhe pastaj në 60-ën, 70-ën është bërë ligji i dytë. Dhe u ndryshu mënyra e ekzekutimit. Pse? U studiua shoqëria. Komunistët e bën këtë gjë. Çfarë është më e rëndë për atë marrësin e gjakut? Po patjetër. Plumbi apo litari? Litari thanë ata. Varjen litar. E vurin ligjej.
Dhe unë dalë gjakmarrja. Dua të them, a është ky rasti është një rast që kështu ka funksionuar, pra duhet ta njohësh shoqërinë që ti vësh edhe kapelën gjës. Këto lloj ligjes kërkojnë studime, analiza. Këtë diskutimin për bandat kriminale, kush i ka analizuar në Shqipëri sot, si ka funksionuar marrëdhënia me personat e penduar? Askush. Unë kam një hint nga praktika që kemi dëgjuar. Po, dakor. Po prap s'ua them dot shkencërisht sa e saktë është. Pa e do studime sociologjike, do të dhëna sasiore, do ta bëj dikush se si këtë gjë. studio ka kështu. Duhet ta bëj dhe këto lloj ligjesh paraprihen nga këto lloj studimesh. Pa bërë këtë, e ketë pamundur për të kuptuar shoqërinë. Në këtë kuptim duhet ta plotësoj atë që tha Eliazaj. Nuk është thjesht debati, hajtë bëjmë një teatr, hajtë themi ca gjëra që Tash ka kuptuar ky kodi shoqërinë ku ka vendosur që ketë burg për parkimin dysh. Dëgjoj, pse në Shtetet e Bashkuara, pse të Shtetet Bashkuara të Amerikës lejohet blerja e armëve në dyqan dhe në Europë jo? Janë karaktere dhe kultura të ndryshme. Në këtë kuptim themi që ka një studim. Pra ide, shiko, ka një libër shumë të famshëm të Montesquieu që quhet Fryma e ligjeve. Dhe ai ka këtë tezë. Thot, ligjet nuk mbillen. Si themi ne, nuk eksportohet demokracia, nuk mund ta çosh demokracinë në Afganistan, dhe ligjet nuk mbillen. Nuk mund të marrësh mangon dhe ta mbjellësh në Tiranë. Nuk mbillet mangoja në Tiranë, mbillet një frut tjetër. Pse thot Montesquieu? Sepse ligjet aplikojnë lindin në një kulturë caktuar, në një ambient caktuar dhe zbatohen si pasojë e një marrëdhënie sociale të caktuara. Nëse pastaj ne duam që të imponojmë, është si puna e asaj pra që ne themi gjithmonë, shikoj, Shqipëria ka ligje të mira, çështja është që nuk aplikohen. Sepse ne në këto 35 vite jemi munduar që t'i mbjellim ligjet. Por Montesquieu ka shkruar që në 3 shekuj përpara.